Të kam prishur punë, Gjibani publikon videon me babain pasi doli nga spitali, tregon edhe momentin më të vështirë të jetës, ditën që u nis për Angli për babain pas prajmin. Gjibani ka reaguar më së fundmi duke treguar me një video për fansat e tij edhe babain pas pyetjeve të shumta për shëndetin e tij, si edhe ka thënë se sa e vështirë ishte situata e tij natën pas prajmit, kur u nis direkt për në Londër, teksa shkruan se çfarë ndodhi. U aqna fluturimi mram, tu dritë nga ethet me 39 temperaturë, stomaku copash nga ilaçet. Në mendje babin që ishte në spital, huma ndjenjat dhe deshu fika. 1 orë 30 minuta pa arrit në destinacion në 12.000 metra lartësi. Faleminderit Zot për pasagjerët shqiptar që nuk janë të ftohtë, po u çuan direkt të më ndihmu. Edhe për Angelin e bukur që kishte fluturimin një kohë me mua, më fali surprizën më të bukur. Na shifte gjithë avionin sa shkojmë. Mendoje njëherë si ti labe unë mirëditor, suksesi garantu ma zemër. Jo më pak falenderime për punojësit e policisë së shtetit, punojësit e aeroportit dhe ti zënjusha që nga 32 ajat e 01C-ja të kthefti madhi Zotit me të mirat e shëndet familjes. Sa dashuri ka marrë, qysh sa është fut Ledionin në atë shtëpi. Sa mirë kuptim dhe fort që me keni dhënë se 99% e njerëzve që kam taku mram. Ishte ai falenderimi për njerëzit që e shpëtuan në një mbrëmje të vështirë, teksa Gjibani doli me babaj, duke sqaruar edhe situatën. Ndjej detyrimin moral për të gjithë ju që më keni pyetur se si është babai. Sigurisht nuk desha të postoj foto e video nga spitali, sepse nuk mu duke hishme fare. Megjithatë ka arritur në shtëpi, ja hodhi, më kanë uluar njerëz të ndryshëm, më kanë thënë të shkuara dhe kam dashur ta them që ke pasur dashuri në shumë njerëzve. Tha Gjibani, teksa babai u uroi, u akthefsha me gëzime dhe besoj se s'të kam prishur dhe punë. Teksa Gjibani u përgjigj, jo mëre baba, nuk më ke prishur punë, madje mund të them se i ke bërë një dervë, një vajzë shumë të mirë, i ke hequr një njeri që e bezdiste nga afër. Shqyr Zotit që je më mirë e mos të pafsha më kurrë në atë vend, tha Gjibani duke mbyllur përshëndetjen live për fansat.